Jemi tek shkolla fillore mesme dhe ulët e fikçonga në Ferizaj. Gjatë kohës sa kemi qëndru brenda kësaj shkolle, na kanë njoftuar që janë duke pas probleme disa faza të energjisë elektrike. Çka na kanë thonë prej komisionerëve është që kanë të lëshë me energjinë elektrike dhe janë duke pas të lëshë me ngrohje. Po ashtu ngjashëm është edhe në gjimnazin Kuvendi i Arbërit të Ferizaj dhe në shkollën e mesme Zenel Hajdini. Edhe atje kanë pas të lëshë me energjinë elektrike, me që rast kanë pas të lëshë edhe me ngrohjen për shkak të problemeve që kanë dalë me kalojën e ngrohjes. Madje në gjimnazin Kuvendi i Arbërit kemi pasur që si zgjidhje alternative kanë pru ngrohtore të vogla, nxemse të vogla që me mund me ngro komisioner. Kemi folur me Shaban Rexhin, kryetar i komisionit komunal të zgjedhjeve, i cili na ka konfirmuar këto të lëshe me energji elektrike në këto 3 shkolla. Ai ka thënë që kanë komunikuar me institucionet dhe se po pritet me u bë një zgjidhje për këtë çështje. Ka kontaktu edhe me Kecin, të cilët janë përgjegjës për energjinë elektrike dhe është në pritje të përgjigjes nga ata për shkak se deri në këtë momente nuk kanë këtyre përgjigje rreth këtyre problematikave. Po kena lënë nuk institucionet edhe janë të mundu kondër për njëna fazë rrimës, nuk kanë orë krejtë rrima, po njëna fazë. E tash këta që po e kanë ngrohjen, i kanë 3 fazë, kanë po ka atë probleme. Është në krejt shkollat që ky problem? Jo shkollat. Veç të shkollat që janë këtu afër është fazës billëzim tonë. Okej, unë jam edhe tash për momentin jam te fikçonga, edhe këta pas kanë probleme me energji elektrike. Këta e kanë lënë para një kohë, po presin tash me orësat Kecit me Sanon.